Mirë se erdhët. Këtë herë do të zyremi thellë në logjikën e një predikimi të krishterë. Thelbi i tij, ideja se Jezusi është e vetmja, po e vetmja rrugë drejt shpëtimit. Qëllimi ynë këtu nuk është të gjykojmë, por thjesht të kuptojmë si ndërtohet ky argument, le ta zbërthejmë hap pas hapi. Çdo gjë fillon me një pyetje që na prek të gjithëve. Predikimi përdor këtë ndjenjë universale, ndjenjen e të qenit i humbur, për të krijuar me neherë një lidhje. E përdor si një lloj grepi për të na futur direkt në mesazhin e tij kryesor. Dhe kjo është analogjia thelbësore. Predikuesi tregon një histori personale, kur sapo kishte ardhur në Shqipëri, pa smartphone, pa GPS, madje as tabela rrugore nuk kishte kudo. Ai përshkruan atë ankthin kur i jep makinës në një rrugë që duket e drejtë, por në fakt vetëm sa të largon më shumë. Një ndjenjë frikshme. E po, pikërisht kjo përvojë përdoret si një metaforë për vetjetën. Tani, përpara se të na tregojë rrugën e tij, predikimi bën diçka interesante. Pranon se ekzistojnë shumë rrugë të tjera, shumë alternativa shpirtërore. Le të shohim se si e trajton ai këtë ide. Dhe ja ku e kemi konceptin, pluralizmi fetar. Sipas predikimit, bota moderne thotë që të gjitha fetë, Krishterimi, Islami, Hinduizmi, të gjitha janë të mira. Për sa kohë që je njeri i mirë, të gjithë shkojmë në të njëjtin vend. Kjo është pikpamja e përgjithshme që predikimi do ta sfidojë drejt për drejt. Edhe këto kemi një analogji kyçe që përdoret për të kundërshtuar pluralizmin. Argumenti është ky: shpëtimi nuk është çështje metode, por drejtimi. Mendojeni pak, për të shkuar në Stamboll mund të zgjedhësh makinën, autobusin, avionin. S'ka problem, por për të arritur në Tiranë duhet të lëvizësh në drejtimin e duhur. Mund të kesh makinën më të shtrenjtë, por nëse po shkon nga veriu drejt jugut, vetëm sa po largohesh më shumë. Pra, drejtimi i gabuar e bën metodën krejtësisht të parëndësishme. Mirë, pra, nëse gjithçka varet nga drejtimi, hapi tjetër logjik është të kuptojmë pse njerëzimi është në drejtimin e gabuar sipas këtij predikimi. Përpara se të jepet zgjidhja, duhet të përcaktohet problemi. Dhe ja ku është problemi? Mëkati. Por kujdes, është shumë e rëndësishme të kuptojmë për kufizimin specifik këtu. Nuk flitet thjesht për veprimet gabuara, por për një gjendje themelore. Një gjendje ndarjeje nga Perëndia. Kjo është pengesa kryesore që vendoset në qendër të gjithë argumentit teologjik. Kjo analogji e ilustron shumë mirë idenë e ndarjes. Ashtu si një llampë sado e përsosur nuk mund të jap dritë pa qenë e lidhur me rrymën, ashtu edhe njerëzit, sipas këtij këndvështrimi, nuk mund të funksionojnë siç duhet kur janë të shkëputur nga Perëndia. Kjo e thekson idenë e një marrëdhënie të thyer. Dhe kjo ide e ndarjes bëhet akoma më dramatike me këtë analogjinë e dytë. Argumenti këtu është se asnjë sasi veprash të mira, asnjë pendes, asnjë studim filozofik nuk mund ta kapërcej këtë umner të madhe të mëkatit. Pra, paraqitet si një pengesë absolutisht e pakapërcyeshme me forcat tona. E po, pasi u përcaktua problemi, një humner e thellë dhe e pakalueshme, argumenti arrin në pikën e tij kulmore. Tani do të prezantohet zgjidhja e vetme dhe unike që ofrohet për këtë problem të ndarjes nga Perëndia. Ktu është themeli i gjithçkaje. Predikimi e vë theksin te fakti që Jezusi nuk tha unë jam një nga rrugët, por unë jam udha e vetmja. Kjo deklaratë kaq absolute është pretendimi qendror dhe më i fuqishëm i gjithë mesazhit. Pra, pse ky pretendim kaq i fortë? Pse vetëm ai? Sipas burimit janë 3 arsye kryesore teologjike. E para, ai ishte pa mëkat. E dyta, vdekja e tij ishte si një lloj pagese zëvendësuese për mëkatet e të gjithëve. Dhe e treta, ringjallja e tij tregoi fitoren mbi vdekjen, diçka që sipas predikimit asnjë figurë tjetër fetare nuk e ka bërë. Dhe ky varg i dytë përdoret për ta përforcuar edhe më tej këtë ide të një rruge të vetme, ekskluzive. Nuk paraqitet si një opinion, por si një deklaratë absolute e së vërtetës. Tani, për të adresuar idenë se kjo është shumë kufizuese ose e ngurtë, predikimi përdor këtë analogji emocionale. Argumenti është se të ofrosh shumë litar të dobët dhe të kalbur dikujt që po mbytet nuk është dashuri. Sipas kësaj logjike, dashuria e vërtet është i ofrosh atij një litar shpëtimi të vetëm, por që dihet me siguri se do ta shpëtojë. Mirë, tani që u prezantua zgjidhja, fokusi zhvendoset. Nuk mjafton të dim çfarë është zgjidhja, por si mund ta pranojmë ato. Dhe këtu futet koncepti i besimit. Kjo analogjia e karriges e bën konceptin abstrakt të besimit shumë konkret dhe të thjesht për të kuptuar. Pra, të gjithë mund të dim që një karrige ekziston, mund ta shohim, e dim që është e fortë. Kjo është një huri intelektuale. Por a pushon dikush thjesht duke e ditur këtë? Sigurisht që jo. Pushimi vjen vetëm kur ulesh në të.
Ky është ndryshimi thelbësor. Të dish diçka nuk mjafton. Është veprimi i besimit ai që sjell rezultatin. Pra, besimi siç përkufizohet këtu, nuk është një moment i vetëm, por një proces me 3 hapa. Nuk është thjesht të thuash po jam dakord. Është një pranim aktiv dhe më pas një besim i plot që praktikisht do të thotë ti dorëzosh kontrollin e jetës tënde. Dhe pasi është ndërtuar i gjithë ky argument teologjik, gjithçka përfundon me një thirrje për veprim. Le të shohim se çfarë veprimesh konkrete i sugjerohen audiencës në fund. Pra, predikimi mbyllet me 2 udhëzime fare praktike. E para është e brendshme. Të lutesh për drejtim për çdo gjë, nga puna e deri te studimet e fëmijëve. Praktikisht, t'ia lësh timonin atij. E dyta është e jashtme. Tu a tregosh këto rrugë miqve apo fëmijëve që duken të humbur, duke e paraqitur këtë si një akt që mund t'ia ndryshojë jetën dikujt. Dhe kështu, analiza jon arrin në fund. Ajo që pam ishte një argument i ndërtuar me shumë kujdes. Fillon me një problem universal të qenit i humbur, e përkufizon atë teologjikisht si mëkat ose ndarje, dhe në fund ofron një zgjidhje të vetme dhe ekskluzive, duke e paraqitur si aktin më të madh të dashurisë. Pyetja që mbetet për reflektim është pikërisht ky tension, midis sigurisë se një rrugë të vetme dhe lirisë së shumë shtigjeve të ndryshme.